A do të ndikojë në politikën monetare të vendeve të ndryshme, duke qenë se Banka Qendrore vetë merret pikërisht me menaxhimin e politikës monetare, pra do të kemi një ndikim? Po, sigurisht, ashtu siç edhe me monedën digjitale të emetuar nga Banka Qendrore, sidomos ato me pakic, ekziston një rrezik që mund të zhvendosen pra depozitat, le të themi të individëve nga bankat, por të investohen në moneda digjitale të emetuar nga Banka Qendrore apo në stable coins. Në këtë mënyrë duke krijuar premisa për alterimin e modeleve të ndryshme të financimit. Kështu që Bankat Qendrore sot, për të shmangur këto rreziqe në thonjza, duhet mendojnë për instrumenta, le të themi të reja, të cilat ato sigurisht i kanë në dorë, për të adresuar deviancat e mundshme dhe për të shmangur një destabilitet. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në periudha krize, ku stabiliteti financiar mund të cënohet dhe ku niveli i likuiditetit në sistemin financiar ose bankar është shumë i nevojshëm. Por nga ana tjetër ka dhe ndikime pozitive, sepse emetimi i një monede digjitale sigurisht që do të rrisë eficiencën e transmetimit politikës monetare, sepse rrit në fakt shpejtësinë e shlyerjes ose shpejtësinë e qarkullimit të paras në vetvete. Ndërsa për sa i përket stable coins, nëse ato do adoptoheshin në masë të gjerë, dhe veçanërisht nëse janë të lidhura me dollarin amerikan, ato mund të rrisin në fakt dominancën e dollarit amerikan në ekonomi, në një ekonomi të caktuar, duke bërë të mundur që të dobësohet sovraniteti i monedës lokale të atij vendi. Pra, edhe kështu duke ndikuar në transmetimin efektiv të vendimeve të politikës monetare që ndërmerr një bankë qendrore. Pra, sigurisht të dyja kanë implikimet e veta si në çështjet e stabilitetit financiar, ashtu edhe në çështjet politikës monetare. Vim tani tek ata që kanë shqetësime apo kritika në lidhje me disa aspekte të këtij procesi. Duke qenë se bëhet fjala për të dhëna masive të kontrolluara nga Banka Qendrore, ndonjëherë të kontrolluara edhe nga shtetet, a ekziston frika e keq përdorimit të dhënave të tilla apo e krijimit me dashje apo pa dashje apo në rrethana të caktuara e një shteti tepër të kontrolluar që me një informacion të tillë financiar, duke ditur që informacioni financiar është gjithçka në fakt për dikë, do të mundet ta keq përdorin një situatë të tillë, ta kontrollojnë apo shantazhojnë apo edhe më keq individin, kompaninë apo edhe shtetet. Nuk e di nëse u shpreha mirë, domethënë bazohet diku kjo frikë? Po, është legjitime, e thënë thjesht, pra frika ekziston, patjetër, dhe në fakt janë ngritur shqetësime në lidhje me kontrollin dhe privatësinë e individëve në momentin që ata fillojnë përdorimin domethënë në mënyrë të gjerë flasim të një monede digjitale, sepse ato janë sigurisht mund të jenë plotësisht ose pjesërisht të gjurmueshme. Dhe për këtë arsye, pra për sa kohë që së pari janë përdorimi i monedave digjitale dhe transaksioneve të lidhura me to nuk do të jenë plotësisht anonime, dhe do të jenë gjithashtu të gjurmueshme, sigurisht që çdo individ i mësuar me një përdorim keshi i cili është totalisht anonim dhe i pagjurmueshëm, do të ngresh shqetësimet e para. Megjithatë, domethënë kjo është nga njëherë një gjë që shkon për te teknikalitetit dhe pra pjesa teknike, zhvillimet teknologjike digjitale janë njëra. Kemi të bëjmë me politika të tjera pastaj, kemi dalim në një fushë tjetër pastaj të menaxhimit të këtyre dhënave që është politike. Po, pikërisht, pra është e nevojshme që gjendet pikërisht ajo balanca midis le të themi nevojës që kanë individët për të bërë transaksione të sigurta, eficiente me kosto sa më të ulët, dhe nga ana tjetër me ruajtjen e privatësisë dhe lirisë së tyre në kryerjen e këtyre transaksioneve. Në fakt janë shqetësime këto jo vetëm nga le të themi persona të ndryshëm, por edhe nga ekspertë të fushës së biznesit, financës dhe ekonomisë, të cilët le të themi japin argumentet e tyre në lidhje me këtë çështje. Po të referohemi për shembull të rastit kinez, ai po përdoret masivisht edhe për të hequr disa liri dhe të drejta të njerëzit. Nuk e di sa keni informacion në lidhje me Kinën dhe mënyrën se si po operohet emetimi këtyre monedave në Kinë, dhe a përbën rasti i Kinës me gjithë këto problematika një precedent që edhe shtetet të tjera në një farë mënyrë ta keq përdorin, sigurisht një përgjigje brenda mundësisë teknikalitetit dhe çfarë